Vikendi i zgjatur dhe festa e Fitër Bajramit ka bërë që të zbrazet maqedonia Veriut. Vetëm brenda 12 orëve, mbi 20.000 qytetar kanë vendosur të kalojnë festën jashtë vendit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se 3.040 shtetës të maqedonisë së Veriut dhe 4.430 shtetës të huaj e kanë lëshuar vendin nga kufiri i Bllacës. Në pikën kufitare Blac, nga dje deri sot, nga ora 12, kanë hyrë 1.979 shtetas të Maqedonisë Veriut, ndërsa 3.040 e kanë lënë vendin. Se përket shtetasve të huaj, në të njëjtën periudhë në vendin tonë kanë hyrë 6.339, ndërsa 4.430 e kanë lënë atë. Fluks më i madh i qytetarëve është regjistruar në vendkalimin Bogorodic, ku siç njofton nga MPB, 7.945 shtetës të vendit kanë hyrë në maqedoninë e Veriut, ndërsa 2.708 të huaj e kanë lëshuar vendin. Në vendkalimin kufitar Bogorodic, nga ora 12 deri sot në orën 12, në vend kanë hyrë 1.224 shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe janë larguar 7.954 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Se përket shtetasve të huaj, në të njëjtën periudhë 3.098 kanë hyrë në vendin ton dhe 2.708 janë larguar nga vendi ynë. Në drejtim të Shqipërisë, janë larguar 607 shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe 1.844 shtetas të huaj, ndërsa në vend kanë hyrë 484 shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe 1.955 shtetas të huaj.